Përshëndetje miq të gazetës Lajm dhe Lajm TV-s, mirë se vini në emisionin e radhës Dialog me Lajm. Të ftuar të emisionit kësaj radhe kam diplomatin, analistin, zotin Muhamet Halilin, mirë se erdhët. Mirë se u gjej, faleminderit për ftesën. Kënaqësia që jona, dhe analistin e përhershëm të gazetës Lajm, zotin Florian Nesimi. Zoti Halili, tani mo kemi edhe rezultatet e para nga zgjedhjet lokale të 19 tetorit. Ju nga përmenda dhe eksperiencën tuaj keni ndjekur, keni pas radhën të prisnje të përcjellni shumë cikle zgjedhore që nga vitet e hershme të 19-ta. Si ju duken, si patë rrjedhën e fushatës, sidomos të rezultateve të fundit që dolen nga data 19 tetor? Natyrisht se subjektet politike çdo njëna ka bërë llogaritë e veta, edhe me ato llogari edhe me ato përgatitje që i kanë pasur, kanë dalë në teren, por kësaj radhe dalja në teren e partive politike ishte pak më ndryshe. Ishte një kaprisje i asaj se cili është ai i cili do ta merr shumicën e votave shqiptare, përkinse vërtetimin e legjitimitetit të humbur ose të fituar. BDI-ja pretendonte se partitë që janë momentalisht në pushtet nuk kanë legjitimitet të përfaqësojnë shqiptarët, legjitimitet etnik, përderisa qytetarët e qeverisë thonin të kundërtën. Edhe konsideroj se gabimi më i madh që bën partitë opozitare, që disa herë transformuan vetveten në lloj-lloj epitetesh patriotike, është aty se nuk u përqendruan në platformën e zgjedhjeve lokale, por u morën me politika të mëdha. Konkretisht zoti Ahmeti e vuri vetveten në pozicion qendror, edhe nuk u la hapësirë kandidatëve të cilët konkuruan për të zgjedhur kryetar komunash, që ata të shprehen dhe ata të zbulojnë platformat e tyre parazgjedhore, më në fund edhe zgjedhore. Kështu që nga ambicia e madhe që ta fokusoj vetveten, ta tregoj se është një mbi shqiptar, Ali Ahmeti u pengoi shumë, i dëmtoi edhe Bujar Osmanin, e dëmtoi edhe zotin Bajram Recepin. Në një farë mënyrë tentoi t'i vënë hije, sepse ai kur dilte në fushat parazgjedhore, konkretisht merrej me tema të mëdha, e shpallte veten si patriot, duke i nënçmuar të tjerët, edhe posaçërisht Bajram Recepi, i cili një përshtypje malan pamjet parë, ndoshta mund të dhe gaboj, ishte një njeri i formuar, një intelektual i mirë, nuk pat as përkrajen e zotit Ali Ahmeti, por edhe e pengoj më tepër, sepse elektori nuk e përqendron vëmendjen ka ajo çka thot një njeri, madje edhe kryetari i partisë, madje edhe një njeri i cili gjatë kohët ka dominuar në skenën politike si shqiptari vetëm i cili u solli një fitore të madhe shqiptarëve, i cili promovoi shqiptarët në popull konstitutiv, edhe i cili për fat keq e pat edhe përkrajen e pakufi të opinionistëve në disa mediume të Kosovës dhe Shqipërisë, madje edhe për krajnë e pakufi edhe të kryeministri shqiptar. Kështu që ajo që zoti Ahmeti e dëmtoi zoti Bajram Recepin shumë, arriti pak ta dëmtoi edhe zoti Bujar Osmanin. Për arsye se ai si njeri i cili më me përvojë në politikë se ky i pari, edhe një njeri i cili ka dije dhe apetite për të komunikuar edhe me popullin, për të vënë dhe tema të cilat i përkasin interesit qytetarit, i iki pak këtij shabloni, por fatkeqësisht
E kam ndjekur në të dy tubimet parazgjedhore që i ka pas, edhe në Çajir edhe në Tetov. Ali Ahmeti e shprehte veten si një mesi, edhe shprehte veten se ja, në këto gara jemi unë edhe Bujar Osmani në Çajir, unë edhe Bajram Rexhepi në Tetov. Nuk thoshte se unë flas në emër të partisë, por kandidati është ky dhe t'i jep tem kandidatit që ai të afrohet me zgjedhësin. Zoti Nesimi, ju pikërisht në këtë studio disa herë keni shfaq, keni manifestuar një dozë pak më të madhe të optimizmit për fitoren e Vlenit, sidomos flas në rastin konkret për Çajirin dhe Tetovën. Edhe gjendja reale, gjendja faktike tregoj se keni patur për këto dy komuna keni pas të drejtë. Marrë në përgjithësi komunat me shumicë shqiptare. Si ju duk rezultati përfundimtar i këtyre zgjedhjeve? Ishte konform atyre pritshmërive tuaja? Mendoj se ka qenë, do me thonë ky rezultat konform pritshmërive, nga vetë fakti se BDI-ja tani në këto zgjedhje hyri si opozit, nga pozita e opozitës, dhe pasi i humbi edhe zgjedhjet e kaluara parlamentare të vitit 2024, edhe ishte e prishme që kjo rënje të vazhdojë edhe më tej, gjë që u reflektua tani edhe me humbjen e shumicës komunave, për shkak se këto ishin zgjedhjet e para, ku BDI-ja hynte pa ato mjetet më të forta të cilat i ka pasur gjatë 22 viteve, dhe ajo ka qenë shfrytëzimi i institucioneve shtetërore, edhe i resurseve të cilat i ofron pushteti, si që janë për shembull punësimet parazgjedhore, dhe pa këto armët më të forta hiri BDI-ja në këto zgjedhje dhe rezultati shifet tani se humbi shumicën ndërmuese. Nëse në zgjedhjet e kaluara, do me thonë përpara këtyre zgjedhjeve, nga gjithse 16 komuna shqiptare, 13 ishin të AKI-s, u menaxhonin nga kryetaret e AKI-s, ndërsa vetëm 3 ishin të Vlenit, Tetova, Çajiri dhe Zhelina. Ndërsa tani kemi një rezultat 10-4 në favor të Vlenit. Edhe kur themi këto 4 që i ka fitu BDI-ja, aty është për shembull edhe Çashka, përveç Likovës të Dënishanit, Çashka, ku Vleni nuk ka pasur fare kandidat, edhe është Plasnica. Tani e dim, Plasnica është Ismail Jahovskit. Ai Jahovski sot është me BDI, nesër mund t'jese me VMRO, pas nesër mund t'jese me LSDM. Ajo shumicë jo shqiptare, edhe mirë po do që ja pranojmë se është edhe BDI-s, rezultati është 10-4. Edhe tani nëse flasim për shembull se si ka qenë, nëse kthehemi kohën mbrapa, çka deklaronte BDI-ja? BDI-ja deklaronte se në këto zgjedhje janë referendum dhe ne do ta mobilizojmë tërë popullin shqiptar, do të marrim mbi 150.000 vota, që t'i tregojmë Mickovskit se popullata është me neve. Edhe në këtë aspekt BDI-ja dhe AKI-ja dështuan. Ndërsa nga ana tjetër, për Vlenin ishte një sfidë. Sfida ishte që të merr sa më shumë komuna, që të tregoj se e ka legitimitetin e shqiptarëve, dhe në këtë aspekt besoj se Vleni i adoli dhe kaloi me sukses. Andaj mendoj se kur i shohim tani nga këndvështrimi i sotëm rezultatet, mendoj se bëhet fjalë për një fitore bindse, do ta kisha thënë, të koalicionit Vlen, posaçërisht sepse i kanë fituar këto dy komunat më të rëndësishme, Tetova dhe Çajiri, që mendohet se këto dy komuna janë ato të cilat e japin edhe legitimitetin. Ndërsa nga këndvështrimi i Vlenit, nëse shohim, akoma më rëndësishme është se dy figurat kryesore të Vlenit, Izet Mexhiti dhe Bilal Kasami, arritën që të fitojnë, dhe kjo atyre u ka dhënë edhe një fuqi më të madhe politike. Zoti Alili, atë që përmendi pak më parë zoti Floriani, se këto zgjedhje do të jenë referendum, ishte kjo retorika pikërisht e AKI-s, respektivisht leadershipit, sidomos leadershipit të BDI-s. Dhe ky, them kushimisht, referendumi dha një rezultat në komunën Çashka. Domethënë për herë të parë Çashka si komunë do të qeveriset nga shqiptarët. Mund të konsiderohet ky si
si fitore e shqiptarëve, se këtu duhet të shtojmë edhe humbjen e Kërçovës. A mendoni se këtu shqiptarët, leadershipi politik shqiptar në përgjithësi flas, gabuan në strategjinë e tyre aty ku rrezikohet kandidati shqiptar? Unë nuk mendoj se kanë gabuar, por natyrisht çdo parti është nisur nga interesi i vet partijak, po ai interes partijak reflektohet edhe në rrafshin mbarkombëtar. Çashka është një problem i qëmotshëm. Na prej vitit 1990 kemi bërë përpjekje të deportojmë në Çashkë. Në Krushef në 1919 kemi pas 13 këshilltar komunal PPD-s. Sot e kësaj dite, nëse nuk gaboj, kishte problem me Çashkën me një shkollë fillore, 3 dhe 4 vjet zgjatej problem. Edhe ndërkohë është ngrit vetdia, por këtu është merit e madhe e Vlenit që i ia dha shansën Frontit Evropian apo Akis apo nuk e di çka, se i transformonin këto emrat për ditë, që interesi shqiptar të fitoj atje, sepse Vleni nuk nxori kundër kandidat. Do të thotë ishin më të pjekur politikisht, se sikur ndodhte e kundërta, BDI-ja nuk do të pyeste askën, do të nxjerrte kundër kandidat. Aty është fitoria, por në Kërçov është tjetër storje. Pikrisht në Bërvenic është storja hala më e madhe, për arsye se akuzat që i thonë këta se nuk e keni mbështetur kandidatin shqiptar janë pavlefshme. Ne kemi vazhdimsi të fitores e kandidatit VMRO-s në Bërvenic. Nuk ka herë parë që në Bërvenic humbën një kandidat shqiptar, fiton një VMRO-s. Nuk është, këta kotë akuzojnë njerëz me punët që i kanë bërë vetë. Prandaj Pikërisht e Bërvenica duhet ndalim pak më tepër. Unë me se di, Floriani ndoshta edhe më mirë di, struktura demografike atje në Bërvenica është në favor të shqiptarëve, apo jo? Ka më shumë votues shqiptar se sa Maqedonas. Por edhe migracioni është më i lartë te shqiptarët. Po pjesëmarrja si është? Se ju me që merreni me këto statistika, pjesëmarrja si tradicionalisht si është atë? Pjesëmarrja tradicionalisht ka qenë tani është pak më e lartë te shqiptarët. Sepse erdhën disa nga diaspora që të vinë, mirë po nuk ishin ardhur në aq shumë mjaftueshëm për të fituar. Mirë po në këtë rast kemi pasur edhe një mobilizim pak më të madh edhe te pala maqedonase, për dallim nga rrota tjera. Mirë po kjo është tregues nëse i shohim vendvotimet, se ku është dalja, ka vendvotime që janë ku jetojnë Maqedonas, ku dalja është deri në 70 deri në 80%. Ndërsa maksimumi të këto vendvotime shqiptare është 50-55, që do me thonë se emigracioni është më i lartë te vendbanimet shqiptare, si që është për shembull Gurgurnica, Çellopeku, Miletina. Ndërsa në Bërvenic, që është vendbanim tërësisht Maqedonas, do me thonë me emigracioni është më i ulët. Mirë po këtu ka, ndoshta duhet ta themi se ka disa specifika. Ato specifikat janë se ky kandidati Maqedonas ka marrë edhe vota të shqiptarëve në disa vendbanime. Për shembull, në fshatin Gurgurnic kishte diku 33 vota, atje s'ka asnjë Maqedonas. Pastaj bëhet fjalë për fshatin Tenov, edhe fshatin Radiovc, ku ka edhe shqiptarë që kanë votuar për këtë kandidatin Maqedonas. Tash ne ato politikisht ato ndoshta nuk mund t'i dajmë, nuk e dim ne. Mirë po gjithsesi ka pasur mendoj se ky kandidati Haqim Ramadani i ka marrë votat e shqiptarëve, edhe të Vlenit edhe të AKI-s. Të di palët e kanë përkra masovikisht, e ka përkra edhe Vleni, edhe qemi sinqert edhe AKI-ja ka lobuar për Haqim Ramadanin. Qemi sinqert deri në fund. Mirë po ja që doli rezultati i tillë që për një numër shumë të vogël të votave, 130 e diçka, nuk arriti të korfitare. Zoti Alili, pse formula e Çashkës nuk arriti të aplikohet edhe në Kërçov? Kësaj radhe ishte pamundshme, për arsye se
Partitë politike me pa të drejtë ju nisën një punë të jesh ose më të jesh. Sepse zoti Ahmeti e fokusoi aktivitetin e tij se ne me çdo kusht do ta fitojmë Tetovën. Ne me çdo kusht do ta fitojmë Çajirin, si dy qendra mëdha të shqiptarisë. Mirë po, zoti Ahmeti harroi, ose ata që kanë qenë analistë rreth vetës, se ka qenë e pamundshme ai ta fitojë me çdo kusht Tetovën. Për shumë elemente. Elementi kryesor është se Bilal Kasami e ka mund Ali Ahmetin, se ai thot, unë jam këton edhe Bilal Kasami në atë anën tjetër, nuk thot BDI-ja. E ka mund Ali Ahmetin para 4 vitësh tjera, edhe atëherë bindshëm, mund Tetovë. Edhe ajo është dashur t'i analizoje pse humbëm në atëherë Tetovën. Masandej, kemi elemente shumë rënduese që nuk përkojnë me moralin shqiptar, përveç asaj që përflitet në mediume vjedhje, po kemi sharje të votuesve, kemi fyrje antimorali të votuesve, kemi fyrje për tetovarët, ku tetovarët për toke shtrihen nga ata të cilët presin vota për atin e tetovarëve. Edhe po ta kishte analizuar ai se i humbi zgjedhjet para 4 vitesh. Po aludoni te video inqizimit e po edhe ato janë, ne dalën unë nuk them se janë vërteta, po le dalën e ti demantojnë, ne ta thonë të kundërtën. Po ka gjykat tek e fundit organe ndjekëse. Përkundër asaj që ai dilte dhe thoshte Tetova ka intelektual, Tetova ka shkrimtar, këto ishin fjalë boshe, se me ardhin e atij në qeverisje përfaqësimi i Tetovës në organet qendrore ka qenë shumë i dobët. Ai i ka përçmu këto. Ti la manësh të tjerat. Nuk lavdohen njerëzit vetëm kur dalesh në zgjedhje ti, se pas ka intelektual, kretë dinë se nuk ka lëvizje kombëtare shqiptare në histori që tetovarët s'kan qenë pjesëmarrës. S'ka. Edhe kjo është një shkas shumë kryesor që ai ka humbë. Edhe duke marrë parasysh se ai e kishte humbur më Tetovën para 4 viteve. Është desh një strategji më të posaçme ta bëj që të vite votuesit tetovar. Po du të rikthejmë te Kërçova, se aty kishim edhe një kandidat pavarur në fundje. Pse nuk arritën subjektet politike shqiptare, 2 bloqet politike shqiptare, të merren vesh si kompromis të shkojë të përcaktojnë për kandidatin e pavarur, me që garonin 3, edhe teoretikisht ishte pamundur që të fitojnë shqiptarët në të rëmuj me kandidat shqiptar. Këtu është ai kaprici jon, ose unë ose askush. Kjo ose unë ose askush, herën e parë ishte në rrezik ky kandidati i jon që humbi. Mirë po, diaspora e shpëtoi herën e parë. Mobilizimin diaspore ishte shumë i pakrahasueshëm me tash mobilizimin. Edhe ne nuk duhet përqendrohemi në atë që votat e diasporës mos i kërkojmë vetëm kur na duhen, por të mbështetemi në votuesit janë këtu. Se ajo qeveria tjetër bënte edhe truqe. Kur vishin ktheheshin njerëzit tonë, ai shënonte me pasaport Maqedonisë, po në kufi, i shënonte. Edhe pastaj i shënonte kur duhet kthehen. Kjo qeveri nuk e ka bërë atë. Edhe ai duhet të paraqitet se unë do të votoj në vendlinjë, jo në vendlinjën në adresën që kam në Perëndim. Edhe po që se nuk paraqitesh të nuk e jepshin drejt votoje. Ne u përqendruam në Kërçovë, vetëm diaspora të zgjidhje këtë punë. Zoti Nesimi, me që po flasim akoma për rezultatet, çka mendoni, cili ishte jokeri i cili i dha kaq mundësi të madhe apo të fuqishme që pak a shumë në mënyrë plebiscitare të fitoj vlen sidomos në Tetovë dhe Çajir, dhe cila ishte ajo pika e dobët e AKI-së në këtë rast? Po, nëse flasim tash konkretisht për Tetovën, do me thonë jokeri vlenit ishte vetë Bilal Kasami, i cili është veshmë një figurë shumë e etabluar politike,
Edhe është tani me këtë fitoren që e bëri edhe në komunat tjera që janë të rajonit Pollogut, ai tani e tablohet si lideri kryesor politik të shqiptarët për rajonin e Tetovës dhe për rajonin e Shkupit Izet Megjiti, dhe do me thonë ai kishte një bagazh do me thonë pas vetes me punën që e kishte bërë gjatë 4 viteve, dhe PR-in më të mirë për Bilalin e bënin vetë qytetarët, kur dilnin në për intervistat dhe thonin Bilali ka punu. Do me thonë ajo ishte motoja më e mirë, se sa kjo motoja që i kishin një zë. Motën më të mirë ja dhan vetë qytetarët kur thoshin ka punu Bilali. Ndërsa nga ana tjetër, AKI-ja mendoj se gjatë për Tetovën flas, do me thonë bëri një fushat të gabuar. Aqsa e di une një muaj para se të filloj fushata zgjedhore, këtë PR-in e fushatës BDI-sja kanë përgatitur disa të ri të ardhur nga Shqipëria, më saktësisht nga Partia Socialiste, që kanë ndetur aty në selin e BDI-s një 10 ditë, e kanë përgatitur PR-in, mirë po totalisht mendoj se e kanë gabuar, për shkak se ato nuk e njohin terrenin e shqiptarëve të Maqedonisë Veriut dhe e kanë orientuar krejtësisht gabimisht, do me thonë Bajram Rexhepin. Pastaj një gabim tjetër, sipas mendimit tim, që e bëri BDI-ja pas rrethit të parë, që ishte diçka shumë e rrezikshme, ajo hyri në bisedime me Levicën. Filloi të vrapoi pas votave të Levicës për të bërë një përmbysje të rezultatit, edhe kjo si e parë është një gabim, për shkak se Levica nuk ka vota në Tetovë. Në zgjedhjet parlamentare të vitit 2024, në krejtënjësinë numër 6, që përfshin Tetovën, Gostivarin dhe gjysmën e Kërçovës, Levica ka pasur 1300 vota. Ndërsa tani kandidatja e Levicës, Bozhinovska, i mori 3000 vota, mirë po ato nuk ishin votat Levicës. Ato ishin votat të qytetarëve Maqedonas, të cilët kur kanë dalur në zgjedhje për të votuar për këshill komunal, edhe te kjo fleta e votimit për kryetar, e kanë votuar atë vetëm se ka mbiemrin Bozhinovska. Do me thonë, kjo është një gabim strategjik që e ka bërë BDI-ja kur ka shkuar të vrapoje pas votave të Levicës. Mirë po mendoj se edhe tetovarët këtu tregojnë një pjekuri shumë të lartë politike, për shkak se një fitore eventuale e BDI-s në Tetovë me ndihmën e Levicës do të krijonte një precedent shumë keq për të ardhmen, dhe do të krijojë bindja se në të ardhmen duhet ne të vrapojnë shqiptarët pas votave të Levicës për të fituar. Domethënë do të krijojë një precedent shumë i keq, të cilin tetovarët nuk lejohen që të krijohet. Ne e dimë kush është Levica, është parti komuniste, e cila edhe simbolin e ka yllin me atë grushtin e punëtorit, edhe është një parti anti-shqiptare, anti-NATO-s, dhe të hishti në bisedime me Levicën për t'ia kërkuar votat, mendoj se është jo vetëm gabim strategjik, mirë po është edhe shumë e rrezikshme. Ndërsa te Kërçova, për shembull, mendoj se problemi është se në Kërçov nuk fitoi VMRO-ja, në Kërçov dështoi Fatmir Dehari, edhe ka dështu krejt BDI-ja, për shkak se BDI-ja me përkrahjen e Fatmir Dehari që e bëri tani, e tregoj se BDI-ja gjatë periudhës së saj 22 vjeçare e ju ka dhënë fuqi politike disa personave të cilët janë të paemancipuar politikisht, edhe pastaj duke ndetur shumë gjatë në pushtet, fillojnë të bëjnë edhe abuzime me pushtetin edhe keqpërdorime me zirat e tyre. Edhe fatkeqësia është që ki Fatmir Dehari hinin rrethin e ditë. Sikur të kishte hinë rrethin e ditë ndonjëri nga di kandidatët tjerë, Fatmir Limani ose Shkodran Alili, ndoshta edhe shqiptarët përsëri do të fitonin. Kishin mundësi ato. Fatmir Limani është një figurë e tapluar politike të shqiptarët, veç më e njohin shqiptarët edhe për përvojën e tij, nuk ishte diçka ndonjë anonimus. Edhe kandidati tjetër i pavarur Shkodran Alili, shifej se edhe ai ka një përgatitje, kështu është e emancipuar politikisht, ka një përgatitje profesionale, edhe mendoj se do të kishte qenë shumë më mirë ndonjëri nga këto di kandidatët paktën të kishte hyrë në rrethin e ditë. Edhe prandaj e them, nuk fitoi VMRO-ja aq sa dështoi BDI-ja. Po ka shumë këtu pajtohem edhe me ju, po dua ambasadorin ta pyes edhe për një çështje që ju pak a shumë e përmendët, punën e PR-it, të cilën
Kjo është për çdo kritik, mendoj unë, për partitë politike të këtyshme shqiptare, sepse punën e PR-it kërkojnë t'ja bëj o Tirana o Prishtina dhe krijohet mirëfilli dihet se secili shtet i ka edhe specifikat e veta, sidomos rajonet e caktuara. Rrjedhimisht edhe në Tetov, unë me sa mora vesh, ju e dini më mirë, më shumë jeni të informuar rreth asaj, se atje diku mendojnë në këto materialin propagandistik që ka patur Vleni, ka patur edhe mënyrën e votimit kështu, diçka me atë shenjen, me Nike, si thonë, po, edhe 1000 diku një kontingent votesh, 1000 e ca kanë shkuar poshtë. Domethënë është një diçka që PR-i imponuar nga jashtë ka dhënë informacion pak a shumë, them kushtimisht, gabuar. Kështu ndodhi pak a shumë edhe mediat nga Tirana, sidomos gjatë fushatave zgjedhore, na i përcaktojnë edhe njerëz se kë duhet të votojmë, duhet të them se të përzihen në punte e brendshme të shqiptarëve të Maqedonisë dhe të krijojnë pak a shumë një pasqyrë pak më ndryshe, më të gabuar, të them. Nuk do të kursej, ashtu vlerësoj unë se pasqyrë të gabuar kanë krijuar. Ja ishte rasti edhe me atë proteste në UÇK-s dhe shkuarjen e Ali Ahmetit 2 ditë para se të mbashin votimet këtu me 19, ai me 17 iku atje dhe ato tentoshin të paraqitnin, unë pata disa paraqitje edhe në televizion të atje të Tiranës dhe këtu në Prishtinë dhe pak a shumë këtë thash. Zoti ambasador, a mendoni se Tirana dhe Prishtina bëjnë mirë që përzihen në këto po mendoj gjithnjë e kam fjalën për fushat, sepse zakonisht këto kur fillojnë fushatat, fillojnë herë shpallen honoris causa, herë akademik shpallen, edhe pikërisht këto na vinë nga Tirana dhe Prishtina na vinë. Drejt për drejt, faktikisht bëjnë pjesë, në mënyrë të panevojshme mendoj unë se bëjnë pjesë e fushatës këtyshme. Unë këto qëndrimi i kam thënë qish në vitin 1993. Kur ndodhi përçarja? Se atëherë po patëm një ndërhyrje flagrante. Ju po e konfirmoni se kjo është? Nuk është e tash. Po, e riciklohet çdo fushat zgjedhore, po. Edhe kam bërë luftë në Këshillin e Evropës unë kundër kësaj pune. Se në atë kohë Berisha e burgosi Fatos Nanon për abuzime financiare kështu me radhë. Unë në Komisionin për drejtat e njerit në Paris, për inatët Berishës ka mbrojt kauzën e Fatos Nanës si i pafajshëm, si i burgosur politik, edhe pse vërteta mund të ketë qenë ndryshe. Por ajo ndërhyrje flagrante, jo njerëzore, njerëzore, kundër subjektit ton politik, që e fshiu edhe nga karta e partive politike, unë e kam mësuar në lëkurën time, për arsye se ata që ishin opozitë dhe që thoshin Shqip, e përdoren këtë argument se mos votoni Muhamedit se Muhamedi është kundër Shqipërisë. Unë fare s'kisha të bëj. Edhe kur dilsha në fushat parazgjedhore, u kam thënë një herë kështu, mirë, ne Enver Hoxhën e kemi quajtur baba, e kemi quajtur çdo gjë, edhe vdiq Enver Hoxha, por Shqipërinë e kemi dashur. Njerëzit kanë menduar se ne e duam Enver Hoxhën, edhe na shqiptarët e Maqedonisë ashtu i cilësonin. Ju e doni Enver Hoxhën, ju e doni marksizmin. Mirë po, ajo nuk ishte. Vdiq Enver Hoxha, ne e bëm tradhtar, edhe u thash mirë, ky njeri adetari madh deri gje, tash vdiq u bën tradhtar. Si ndrojmë ne këto kutët e tradhtarit dhe adetarit për një ditë pa. Edhe kjo që u bë kështu, përkundrazi i iritoi zgjedhësit. Se ne i dim gazetarët, edhe në Maqedoni, edhe në Kosovë, i dim gazetarët që paguhen me para. Edhe s'ka, atyre po tregove shenjën e eurës dhe dollarit, kur dush thirrin në emision, kur dush ta mbajnë anën, mirë po ajo e iriton zgjedhësin. Edhe i kanë bërë shërbim të keq, se sot ai i cili të lëvdon deri në qiell, nesër del me kollum, se thot ti ke faje, ti se ke bërë këtë, edhe ti besosh i njëjti njeri ka shkruar në superlativ baba e gjithë shqiptarëve,
I njëjti njeri i shkruan se ky nuk pas ka qenë asgjë. Nga kjo, ne si parti politike këtu, në të ardhmen duhet ta fshijmë nga koka. E pa mundshëm është të na me dallim për qytetarëve të shteteve më të civilizuara që kanë tradit 100 vjeçare demokratike, nuk mund të folim me Danimarkën. Danimarka para 20 vjetë festoi 1000 vjetorin e shtetit. Nuk është shtet njësoj 1000 vjetor dhe shtet 20 vjetë. Ne këtë nuk e kemi të logjikuar si duhet, edhe ata që veprojnë ashtu ta influencojnë zgjedhësin nuk mundet, se zgjedhësi i jonë nuk ndiqet prej mediumeve. Shumica s'kan kohë dhe t'i shohin mediumit. Në Danimark nuk është asnjë farë tubimi në natyrë, t'i thrasim në gjithë. Dihet në cilën zonë ishin venstra, flamuri i venstrës. Në cilin zonë ishin socialdemokratët, flamuri atyre. Edhe kam pas rast, kam asistuar unë. Ministri i punëve të jashtme i Danimarkës kishte tubim me një lagj. Në tubim ishin 3 vetë që votojnë edhe 4 antarë të qeverisë deri atëhershme. Edhe ministri flet për tema si me pas 3000 vetë përpara. Edhe unë i pyeta thash çka është kjo punë? Po tha zotni Alili, nuk ka nevojë ne të mbam tubim me mëdha, se Danimarka 95% atëherë ishte me internet. Ne flasim këtu, ju flet 3 vetë, po e dëgjojnë dhe shikojnë, nuk e di sa veta mia vetë këtë. Ne nuk jemi ashtu popull të bëjmë percepcion, ne dim që është përpara. Dikush për intereset e vete e din se kur do të shkoje, do të votoje Akia po front nuk e di çka, dikush për intereset e vete e din do të votojë qeret. Por e vërteta është një logjikim më të mirë ta kishin bërë, do të dilte ndryshe. Ja gabimi strategjik, deshën të bëhen parti multietnike. Pastaj që mos bëhen multietnike u bën Aki. Gjoja e humbon një komunë, e humbon kur të dudushin, edhe do të lëvdohesh në ato, kemi fituar në komunën e Shutkos. Zoti Nesimi, çfarë duhet të bëjnë partitë politike për ta evituar këtë dukuri që transportojnë nga jashtë kontingjentet ndryshme të vinë të na përhajrin, them kushtimisht atë kryeministrin shqiptar me, siç ishte rasti Batoni kur na erdhi, kryeministrin shqiptar me 3 muaj kështu mandat, pastaj të na shpallin njerëz këtu të cilët nuk dihet nëse kanë mbaruar universitetin, ndërkohë që na shpallin herë akademik, herë me titull prestigjioz siç është honoris causa. Çfarë duhet bëjnë faktorët politikë shqiptar dhe sidomos në mediat? Po, mendoj se partitë politike duhet krijojnë kështu politika më autentike, edhe duhet nëse nuk kanë kuadër të duhur profesionist në radhët e veta, duhet kyçin në partitë e tyre figura treja politike, duhet ndoshta të konsultohen më tepër me ekspert apo me politikan, do me thonë që janë për shembull siç është zotëria Alili dhe të tjerë ka që janë prej kohën e PPD-s, që kanë eksperiencë më të madhe, që janë ballafaqor me vëmëron prej viteve të 90 edhe me LSDM-n, edhe me siguri se ka shumë çka që mund të i këshillonin këto partitë tjera, do me thonë të krijohet ndonjë politikë kështu më autentike dhe vendore të jetë. Ndërsa sa i përket këtyre që vinë prej jashtë, prej Kosovë dhe për Shqipëri, unë mendoj se nëse ato ndërhyrjet janë në frymën e bashkimit, atëherë mendoj se nuk ka asnjë farë problemi. Çdo gjë do të kishte në rregull. Mirë, po kur janë në frymën e përçarjes, atëherë mendoj se ju bëjnë shumë dëm shqiptarëve. Mo tregon një argument nëse kanë qenë ndonjëherë në frymën e bashkimit. Unë po t'i tregoj 100 argumente në frymën e përçarjes. Unë këtë rastin e Albin Kurti, domethënë vitin e kaluar, që ishte në zgjedhjet parlamentare, do ta kisha cilësuar si frymën e bashkimit. E dini pse? Për shkak se deri në atë moment opozita shqiptare ishte e përçarë. Edhe votuesi kur dilte të votoje, kishte shumë opsione për opozitë. Kishte Aleancën, kishte Besën, Alternativën edhe do tjera që ishte. Pse e thash këtë?
E thash këtë se kishte rast shpesh herë përmendi, po është një gjë që cilët shumë kush e sheh sikurse edhe unë, po se ka mundësinë se ka mundësinë të thotë. Lutfi Aziri, neve kumanovarve na tregonte se cili Maqedonas në raundin e dytë është më i mirë. E parashtrojt pyetjet, prej nga luta i një Maqedonasit më mirë se unë që jam rrit aty. Vjen Erion Velia, na tregon se Shilegovi është miku i tij dhe rrjedhimisht edhe shqiptar duhet ta votojnë, pse është miku i Erion Velius. Vinte atje në Tetov na tregon se Teuta është kështu ashtu dhe rrjedhimisht duhet të votohet. Këtë nuk mund ndasnjë herë ta kuptoj se pse e bëjnë, se nuk na sjellin definitivisht, nuk na sjellin të mira këtu, po e bëjnë të kundërtën e të mirës. Faktikisht shkaktojnë përçarje të panevojshme këtu. Mua asnjëri nga këta që po i përmendi asnjëherë s'më ka bindur. Aq më pak më ka bindën ajo deklarata kur ishte kryeministër apo presidenti ishte Hashim Thaçi, erdhi këtu në Shkup dhe tha se unë do t'jem gardiani shqiptarëve dhe pas nesërme ndodhen në rrahjet e nxënësve shqiptar më mirë të organizuar për te urës Gurit në Shkup. Zoti ambasador, kishit diçka për shkruar? Deshta ta shtoj këtë ndërhyrjen e zotit Albin Kurti. Do me thonë, ajo ishte në frymën e bashkimit për shkak se ai bashkoi të gjitha partitë opozitare në këtë koalicionin Vlen. Edhe prej atij momenti te shqiptarët e Maqedonisë kemi vetëm dy bloqe. Një blok AKI-ja edhe Vlenin, një blok opozitar dhe një blok qeverisës, dhe nuk përçahet vota më tepër, dhe prandaj mendoj se kjo është merita e Albin Kurtit. Plotësisht shpejton. Zoti ambasador, kjo reformat, kjo është si refereni përhershëm i Bashkimit Demokratik për Integrim, si leitmotivi i cili mo ka kaluar skajshëm në banalitet. Mund të reformohet konform deklarimeve kështu verbale BDI-ja, pas kësaj goditjen gjykuar sipas rezultateve të fundit në muajin tetor. Në një parti politike ku në krejt statutit ka organe, kuvent qendror, nëndega, dega, ne kemi pas edhe bashkia degëve të Shkupit. Krejt kësaj besede i ve pik një njeri ku thuhet se kryetari i partisë ka të drejtë të vendosje për çdo gjë. Aty s'ka demokraci, aty ka mbaru fundi. Edhe çdo gjë që të bëjë në BDI, pika vjen. T'jalam kryetarit partisë. Kjo t'jalam kryetarit partisë lidhet me shumë ambicie brenda partijake. Një pjesë që i rinë në krah kryetarit partisë edhe i përshpëritin në vesh gjatë presit, ti jape opinioni se aja njeriu vendimtar i bashkëpunimit, ai tjetri që kur ec kryetari që i vrapon me çantën që ai jape i pari, ai tjetri që në 100 fjali 2000 herë përmend kryetarin e partisë, edhe ai kryetari është rrethuar me një pasqyrë shumë jo objektive, edhe u beson se ai ka qejf egon e tij ta ju vëreni deri tash portparolet e BDI-s. 3 fjali edhe si ka thonë zotni Ali Ahmeti. Lideri pa kontestueshëm. Po, i pa kontestueshëm. 2 fjali, 3 herë ai do të vendosje. Këtu s'ka demokraci. Edhe po që se partitë brenda nuk demokratizohen, s'ka reforma. Cila do të ishte reforma, po që se duan reforma. Reforma ka pas mundësi, çdo parti të bëje që 30 vjet. Alija ka pas 30 vjet bëje reforma, i ka ditë njerëzit. Nuk kanë det vet. I ka ra këngë me qiteli, ka shku në oda, ka këndu këngë për vetveten. A dhe të ndëgjoj pak çka flasin ata që dëgjojnë këtë këngën e këtij. Ky se ka dëgjuar. Edhe mbajeni me sipas mendimit tim, mund të gaboj. Ali Ahmeti nuk e lëshon pozicionin e tij si kryetar partie. Ngrenja mesh këtë punë. 40 vite ai në perëndim ka luftuar, vjet bënd kryetar. E kur u bën kryetar, erdh me një oreol se kinse i ka shqiptarët i ka shliruar, kemi fituar drejt ashtu me radhë. Madje këtë ato të vetet të afërm e keq përdoren, ashtu siç
flitet në për emisione, ne I shojmë emisionet, I shojmë kodin, shojmë lloj emisionesh. Mos japesh përgjigje adekuate, po të përgjigjesh më njëherë të bëjmë vetting. Po vettingi është I dukshëm, ka në drejtën penale, ka po që se prokurori dëgjon, se edhe me dëgjuar, edhe me të lexuar, se është paraqit një problem, prokurori duhet ta marrë ta shqyrtojë atë problem. Edhe çka do të bëjmë vetting ne duke filluar prej meje. Po ka të folura, vërtetoj të folura, dili pastër para popullit dhe mbaroj puna. Çka ka? Ka vetë fillojmë prej 91-shit. Kur thush do të fillojmë prej 91-shit, problem s'ka. Po si ti ai që kërkon vetting prej 90, se ti s'ke qenë figurë këtu. Edhe çka të bëj vetting ti? Për ty kanë punuar qerët. Edhe nuk mund ta mbresh vetveten vetëm me fjalën vetting. Por e ke pas instrumentin. Pa, dëgjojsh, ja. Mirë, keq nuk e di sa ka drejt, sa s'ka drejt. Zotni Rama, bashkëpunëtorët e tij të ngushtë po I çoi para spakut. Edhe nuk u del zot hiç. E ke bërë, përgjigju. S'ka nevojë unë më tepër të merrem me ka institucione, edhe jo rastisht atëherë Shqipëria është vendi më I përparuar, do të pranohet disa thonë 2027, 2030, atëherë ne mund të bëjmë reforma. Edhe tjetër, reformë në partinë nuk ka, po që se nuk lëshosh konkurrencë brenda partijake. Kundërshtar më të mëdhej të konkurrencës brenda partijake deri në këtë moment ka qenë BDI-ja, se nuk lejon lista të hapura. Hapi listat, vjen edhe vetveten, atëherë këndo ta zgjedhje populli, shifen votat. Ajo është reformë. Jo, pa reforma, unë e kemi hek Blerim Bexhetin, ti e ke hek, ama duhet edhe vetveten të hekesh se ti e ke urdhëruar Blerim Bexhetin kur ka qenë ministri I drejtësisë. Nuk janë bërë kot ato punë. Si shefi atij. Zoti Florian, jo mendoni se ka kapacitet brenda BDI-s për të bërë reforma dhe çka nëse nuk ndodhin reformat? A mund BDI-ja me këtë avaz ta filloja të pozën? Unë mendoj se këtu kur flasin për reforma, në cilën do parti, po tash në veçantë jemi duke folur për BDI-n, nuk sqarohet mirë se çka do me thonë reformimi I partisë. Sipas mendimit tim, reformimi I partisë është dorëheqje e liderit partisë. Përderisa lideri I partisë nuk jep dorëheqje, atij nuk mund bisedohet për reforma. Nuk është reforma, nuk janë reforma ato, për shembull dikon tjetër ti nëse e shkarkosh ose diçka, mirë po reformimi I partisë është dorëheqje e liderit. Për shembull ne kemi ti marrën Partitë Maqedonase, VMRO-ja tani që u rikthi kështu fuqishëm, mos harrojmë se 7 vjet ka qenë në opozitë. Edhe brenda 7 vjetëve në opozitë, ajo ka kriju ndonjë klim të re, është përgatitur në aspektin edhe kadrovik edhe profesional, edhe ka dalë pas 7 viteve në zgjedhje dhe ka fitu. Njëtin e kemi edhe të LSDM-ja, kur u kthim pushtet në 2017, ajo 9 vite kishte qenë në opozitë. Prej vitit 2006 deri në 2017 ka qenë në opozitë, edhe ishte ndru kryetari I partisë. Branko Crvenkovski dha dorëheqje, erdhi Zaevi. Pastaj erdhi edhe Kovacevski, tash edhe Filipsheja. Thon për një periudhë shumë shkurt 4 kryetar. Do me thonë reforma në BDI, do me thonë vetëm nëse Ali Ahmeti jep dorëheqje. Edhe unë mendoj se ajo nuk do të ndodhë, për shkak se ai ka ambicie të tepruara për të qenë çdo herë në qendër të vëmendjes, dhe nëse jep dorëheqje nuk do të jetë në vëmendje dhe prandaj nuk do të japë dorëheqjen me siguri. Vetëm ambicie mendoni apo ka edhe çështje? Po ato janë ambicie, do me thonë kështu për me qenë vazhdimisht në televizor, si me thonë, edhe jo vetëm Ali Ahmeti, po edhe zotri Sela, edhe zotri Taravari, edhe ata nuk do të japin dorëheqje. Mirë po, mos dhënia e dorëheqjes së Ali Ahmetit shkon në favor të Vlenit. Përderisa Ali Ahmeti do të jetë kryetari I BDI-s, ajo asnjëherë më nuk do të mund të fitojë në zgjedhje. Dhe mos reformimi I BDI-s është lajmi më I mirë për Vlenin, se Vleni nuk do të ketë konkurrencë. Këtu e bëj një analogji me Shqipërinë, me Partinë Demokratike. Derisa në Partinë Demokratike Shqipërisë është kryetar Sali Berisha, Partia Demokratike asnjëherë më nuk do të mundet të vijë në pushtet. Edhe njëta do të ndodhë edhe këtu te ne.
E kemi për shembull se tani kemi prezente edhe zotëri Mohamed Halilin këtu, e kemi rastin e PPD-s, gjatë viteve të 90-ta për shembull, sa kryetarët e janë ndru. Prej Nevzat Halili, Zheladin Murati, Abdirahman Aliti, pastaj erdhi Meri, për një periudhë prej 9 vitesh kemi pasur 4 kryetarë. Në këtë aspekt do kisha dashur na mund ta elaboroni pa këtë procesin e ndrimit kryetarëve në PPD që ndodhte, që ishte diçka pozitive, besoj. Po, ne kemi qenë Parti Demokratike jo vetëm statut. Ne kemi qenë Parti Demokratike edhe në teren, edhe objektive. Edhe kur kemi pasë një punë, ka filluar mos shkojt, të çaloj. Atëherë vetë lideri i SPAR-erës, po edhe në tjerët nuk kemi ndajtë, kemi pas opozit të fort brenda partijake. Kryetari mund të kesh idhull jashta veprimit partijak në shtëpi, në ndeja, mos e nënçmojsh, ta respektojsh, por ta respektojsh kryetarin kur ai nuk është drejt, kjo kene nuk ka ndodhur. Kene ka ndodhur rasti që kemi mbajt 8-9 orë, po kemi dal edhe në shtyp kundër kryetarit kur kemi pas ai nuk mushet me mend. Edhe ne kemi pas rast kur ka qenë më vështirë, se oreolin e Nevzat Halilit si lëvizje popullore ishte PPD-ja, se ka pas asnjë kryetar. Por, megjithatë, kur kemi pas se nuk është ndrejt, i kemi thënë në mbledhjen atje ku është organi. Nëse ai s'ka dëgjuar, atëherë janë marrë veprime tjera. Këtu është qelsi jonë, pse ne nuk kemi prit, hajde tash rriti se je kryetari mirë shumë, edhe partitë politike tash, nëse nuk merren me të kaluarën, nëse ende merren me të kaluarën, nuk krijojnë vizion për të ardhmen, s'kan perspektivë. Ne jemi munduar të krijojmë vizion për të ardhmen, prandaj ka ardhur koha, vetë Abdirahman Aliti ka dhënë dorëç. Pastaj vetë ka dëshë të rikthehet. Por vendos baza do të rikthehet ajo. Ne kongresi jonë i parë ka qenë kongres debativ. Absolutisht. Në atë kohë autoriteti i Nevzatit ishte i pakontestueshëm. Por ka pas njerëz që në kongres kanë dalë, ka thonë kjo nuk, ka pas letra që janë botuar, jo me anonime. Ka pas reagimit, prandaj këta nuk janë gjendje se kultin e individit e kanë bërë në parti. Edhe pse tjetë ajo punë, nuk mund të ndodhin këto ndryshime, po që se qelsin e motorit për ndryshime nuk e vente ai që ishte kryetar në komunën e Çajirit, ai që ishte antar i kryesisë, ai që ishte nën kryetari i BDI-s, dhe ai i cili i tha haptazi se ti duhet të reformohesh, se këta njerëz ti që i favorizon nuk kanë autoritet në bazë. Edhe ai përkundrazi favorizoi ata të cilët edhe e gjeti kjo çka e gjeti. Një parti politike, kjo është përvoja ime deri tashme. Po që se fillon veturat ta merrte poshtëzën, s'ka fuqi më që ndalen. Se ti kur del para opinionit, ai nuk shef më si frymëzues, ai shef si shkatrues, edhe asë në ndalen kush. Zoti Nesim, faktikisht jemi në fund të emisionit, një pyetje për në fund për të ditë juve. Dhe me thonë, gjykojnë bas të rezultateve, atë që thashe edhe në hyrjen uvertyrën e këtij emisionit, ka patur një plebishit, si thëmë, kushtimisht në Çajir dhe në Tetovë, rrethinën e Tetovës dhe të Shkupit, pro Vlenit. Tani ato gjatë gjithë fushatës, po edhe para fushatës, kanë përmendur shkrirjen e të gjitha subjekteve politike të Vlenit, të koalicionit Vlen që janë 4, në një subjekt politik. Dhe duke gjikuar nga ajo fjala e urtë popullore që thotë kur është mirë, mos kërko më mirë se mund të bëhet keq. A mendoni se tani është ajo periudha, momenti kur duhet, a janë krijuar rrethanat për të bashkuar në një subjekt politik, po filloj nga ju, po e përfundoj me zotin ambasador.
Unë mendoj se vetë mënyrën se si është duke funksionuar ki koalicioni Vlen, duket se ka një harmonizim të brendshëm, ato liderët janë duke u treguar shumë unik, në çdo paraqitje që dalin të gjithë së bashku, deklaratat i kanë të njëjta, mbase edhe janë krijuar kushtet mirë për të krijuar një parti të vetme, mirë po unë mendoj se ato ligjërisht nuk e kanë edhe patjetër ta bëjnë atë. Do të jeni për atë se nuk kanë krijuar kushtet për kushtet mund të jenë krijuar, mirë po nuk është diçka e paqetërsueshme. Ato janë një koalicion, edhe që janë duke i çuar punët mirë, edhe nuk është e obligueshme. As ligji nuk ta obligon. Mund dalësh në zgjedhje edhe si koalicion, edhe mendoj se nuk është diçka që ato duhet edhe të shpejtojnë, më kupton. Ato kanë rezultate të mira, s'kan asnjë farë arsye që ajo e mira do të ishte, do me thonë që harmonizimi tjetë edhe më i fortë. Mirë, po përderisa s'ke problem me ligjin, edhe koalicioni mund garojë përbashkët në zgjedhje, edhe mendoj se nuk është diçka e paqetërsueshme. Kjo zonë kushtimisht komfori që është krijuar me këtë fitore plebiscitare, a mund në këtë kontekst bëj edhe problemin kuptimin e fillimit të fërkimeve mes subjekteve që janë pjesë e koalicionit Vlen, gjithnjë flas në këtë drejtim të bashkimit dhe daljes me një lider të partisë politike, shkryerës katër partive. Synimi fillestar kur kanë dalë me këtë ide, ka qenë që në të ardhmen bën një parti politike. Mirë po ai proces i përbërjes së një partie politike pak këtë rast do të jetë i vështirë. Pse? Për arsye se gjithnjë kur njerëzit fillojnë të unifikohen, atëherë vinë në pyetje egoja personale. Të gjitha kanë kontribuar për fitoren. Madje për fitoren nuk e di me sa përqind edhe Taravari ka kontribuar. Mund kur ish pa i gaboj që u i besoj ati në palavrat e Lemetit se i ka në xhep komunet dhe i hape ati. Edhe u zhduk nga skena politike. Tash procesi hapit tjetër është shumë i vështirë, sepse kemi të bëjmë me lider të fuqishëm që dole në skenë. Izet Mexhiti, unë e kem njoftë edhe përpara si intelektual, si kret me ra, por unë nuk kam besuar se ai ka aq fuqi politik të masat, komunikimi me masat, veprimi praktik gjatë si kryetar komune, kështu me radhë. Askush nuk mendonte se Teutën mund ta mundje Biladhi për shembull. Po e bën, janë dy lider të fuqishëm. Tash midis dy liderëve të fuqishëm, po që se e kanë pas me të vërtet synim të bëjnë një bashkim Vlen. Atëherë ata duhet të ulen edhe me zvedi, ti pastrojnë disa punë, mos bëjnë përçarje, se po që se bëjnë përçarje, BDI-ja këtë pret. Ata kemi një rikthim BDI-s, edhe ma tragjik. Do të ishte mirë, por shumë me kujdes. Ata deri tash me kujdes e kanë shumë, me të vërtet. Por po që se këtë kujdes nuk e shtojnë, se atëherë edhe shumë elemente tjera ndërrejnë, do hinje shtypi, do të hinë lloj intervenime për jashtë, edhe s'bëhet asgjë. Po që se betohen se do ta bëjmë kështu, besabes si në kohën e besabesës, jo si në kohën e sotit, atëherë duhet ta bëjnë, se ashtu e kanë pas qëllimin. Po që se mendojnë se mund të dalë problem, më mirë, se kështu si funksionon është pak problem. Unë e kam pyetur një funksionar të LSDM-s, jo LSDM-s, VMRO-s. Shok mirë, kam pasur jo mirë. Ku është problemi i juaj në funksionimin e koalicionit? Edhe ai më tha kështu. Çdo gjë tha është mirë, por ata nuk flasin me një zë. Nëse merrim tha vesh me këtë, ai kishte më shumë për çështje kadrovike. Ai tjetri nuk pajtohet, kështu me radhë. Prandaj kjo duhet eliminohet. Se ndryshe, Alia ka pas letër i dashu, unë vendosa me statute dhe sas puna ju, që ka duni i thoni, unë jam ai. Këtu s'ka, unë jam ai. Ndryshe është
ti koordinosh punën me 4 vetë, e ndrysh është ato 4 njerëz bashkë ta koordinojnë punën. Kanë kapacitet të shkojnë, mos të nënvlerësojmë na zotin Zeqeria Ibrahimin, intelektual lirar, zotin Jafrim Guashën, kanë kapacitet tash, mund të bëjnë. Zoti Nesimi, zoti Alili, ju falenderoj për kontributin që dhat për realizimin e emisionet të radhas Dialog me Lajm. Faleminderit në ftesën.